Lufthansa mbushi 100 vjet që është krijuar para ca ditësh duke u bashkuar në listën e kompanive ajrore si KLM, Avianca, Finnair e tjera. Ne as kompania autobuzash nuk kemi 100 vjet rresht. Kalamata dhe Santanderi janë shtuar si destinacione udhëtimi nga Tirana me Wizz Air. Tani do vonohet avioni edhe për në Santander, amigo. Në Dardh dhe Voskopoj e ka shtruar me Bor, një destinacion i rekomanduar për fundjavën që vjen, bashkë me Korçën që e kishte mbushur që hyhy. Vendet më të vizituara kulturore në Shqipëri për 2025-ën, sipas Ministrisë Turizmit ishin Kalaji i Gjirokastrës, Parku i Butrintit, Muzeu i Krujës dhe Kalaja e Rozafës. Në total 1.5 milion vizitorë në tëra vendet kulturore. E unë vazhdoj të insistoj që për të rinj shqiptarë filluan këndojnë këta tajlandezët. To hyrja duhet jetë falas për shqiptarët. Më dëgjoni mua. Tajlanda me Kambodgjën e mbaruan luftën këtej, e kemi lënë për kësaj radhe, thanë prapë se e kishin mbaruar një herë në qershor të vitit kaluar. Sidoqoftë turizmi këtu vazhdon si gjithmonë. Dhe lajmi i fundit të udhëtimeve për këtë javë, kohë e keqe në Europë ka bërë që një pjesë e madhe e fluturimeve në Amsterdam të anullohej. Thjesht keni ndërmend nëse udhtoni këto ditë në Holland, edhe në Londër e Hamburg kishte shumë vonesa ose anullime. Na kënaqin me muzikë. Shihemi të hënën e radhës me lajmet e javës.